Endrimani është njëri prej kursantëve i cili sapo u diplomua me licencën UEFA C si trajner i futbollit. Urime Endri. Që faleminderit për ju, graci, edhe kam një falënderim për prej Federacionit Shqiptare të Futbollit që ka bërë të mundun që të UEFA C të bëhet në Shkodër, por du me marrë një falënderim tjetër për të gjithë pjesëmarrësit dhe më në krye dhe profesor Stavrin, i cili për gjatë gjithë periudhës kursit ishte shumë profesionist, ku na ka shpjegu temat base se si ne duhet jena trajner për të ardhmen. Ishte një kurs rreth 1 mujor, si e ndjet veten, si e përjetuat? Po, është eksperjenca jeme parë që mund të hyj në pjesën e trajnerit, por arsyeja pse isha pjesëmarrës i kursit është që duke ditë profesionin tim si videoanalist i klubit Vllaznis, kjo është një CV dhe kurset më të larta si UEFA B ose UEFA A do të ndihmojnë më tepër në të ardhmen profesionin tim. Pikërisht këtë t'ju bëj edhe një pyetje, pra ju jeni aktualisht videoanalist i klubit futbollit Vllaznia, shumë aktiv dhe kjo licencë dhe të tjera të vazhdimsi, mendoni se do t'ju ndihmojnë? Po, do janë hapi i rrotë që kam qef me marrë në karrierën time, ku do të mundohem që të kem licencat që mbrapa të kem një CV dhe sa më tepër me paguash, ku të jem edhe sa më profesionist për punën që bëj dhe sidomos ndihmoj sa më tepër ekipin e zemrës, ekipin e Vllaznis. Dhe patjetër edhe ambienti familjar jep ndikimin vet, duke pas parasysh se baba juaj Ardit Mani ka një përvojë të gjatë si trajner dhe tashmë ju po e pasoni, po e plotësoni familjen. Po, normal, jam rrit me frymën e futbollit që i vogël mund të them, edhe fatkeqësisht për një damtimit nuk mujta më vazhdu rrugën si futbollist, por tani në pjesën e videoanalistit, edhe pse jo ndoshta në të ardhmen ku një trajner nuk do të kishte keq, por sidomos pasioni i parë është futbolli dhe aty do të qëndroj. Urime Endri, sukses. Faleminderit.